Atëherë jena këty mas një kohë gjatë atëherë jena këty në Shqipëni sepse fillon e mbyllet edhe i cikël për ne sepse një jetë është edhe doshim edhe ne me u kthy te vendi jonë që dorna jena shqiptar. Brez mas brezit e dorna Shqipnin dhe dorën kena dashur me bë diçka sado pak, sado thjesht, po me ndihmu me bë diçka për Shqipnin. Jo, nuk keni bërë diçka, keni bërë shumë çka sepse keni ardhur si kampion. Edhe të nxjerrësh një skuadër sado dëshirë të ketë, sado edhe para po të hidhen, në sezonin e dytë të dalë kampion, një ekip, le ta themi, pa tradita të mëdha, pra nuk bëhet fjalë për Tiranën, për Dinamon, për Flamurtarin, por Gradeci ka tradita të tjera, por në volejboll, domethënë kampion bën një farë efekti edhe për ne që jemi këtu. Kështu që kjo është merita juaj, absolutisht nuk diskutohet. Merita atyre që e kanë dashur, ai djali që thej që mbështet dhe që me siguri sajon edhe parat për ekipin, e Erli Plumbit, presidenti, se me siguri edhe presidenti ka rol në promovimin e sportit. Kështu që janë gjithë këto faktorë që bëjnë që... një farë merite e kemi dhe ne, unë për shembull jam shok i ngushtë me Erlin. I ke folur ti besoj? Një farë merite, një e vogël është si merit. Kam dhënë energji pozitive. Po, ke meritën e atij djalit vogël që mban çantën asaj vajzës që është rezervë. Ka meritën që kur duhet me pinë një gotë verë me Erlin, jam gjithmonë i pranishëm, domethënë. Në rregull. Nuk dua të... Desha me thonë... Atëre gruja, si që është tradita. Gruja, si kur dihet. Besa është pak modest me thonë drejten, kur vjen puna, edhe jena modest të po në këtë rast nuk ka marrë rëndësi me kënë modest, duhet me thonë atë që ashtë. Puna që banë Besa është mënyrë absolute, dedikim komplet 100%. Një farë mënyrët, a i distancohet për çdo gjë tjetër. Mendimi ti është vetëm tek ekipi, si me e ba ma mirë, si me e zgjall, si me e përzgjall, edhe si me e ba ma të mirë. Dhe më thonë, na tjerë ti na tonë ditësor, kështu që ta dina këtë, tjena... Qafati pas ke pas mjetë më besë. A i studion tanë kohen, shef ekipet e tjera, dhe më thonë, do një përqëndrim të plot kja punë, kjo nuk bahet kot. A i rinë pa fjetë, pse një vajzet i dhe më kama. Në thonë, pse dikush donë me ik, dikon për dasëm, ose për si duhet me asfjegu, me e ba me kuptu që servitja nuk lehet. Dhe më thonë, janë gjona shumë të vogla, që plus gjonave të vogla, atëhera në vjen niveli, studimi, ka lexu, ka ba leksione, ka marrë prej trajnerave ma të mirë të Amerikës,